Ka ma shumë muzikë. Si të veprojmë kur e ndjejmë se jemi nervoz, po se dim as vetë, s'kem as kujti rokemi. Shka po duam, unë nga njëherë vetëm bije me flejt. Po ka raste kur s'mundem as me flejt. Kjo puna e nervozës, zemrimi, mlefi, është prej problemeve, din me na shkaktu probleme shumë mëdhaja. Nëse njerëzit kanë akumulu një mlef mrena vetës, një natë, ajo shkatërron çdo qelisë të trupit tonë. Prandaj duni me kultivoni dashnilën e nervozë. Duni me përpunu, me të vërtet Kaltrin, prej problemeve më të mëdhaja të njerëzit që kanë përjetu gjendjet të ankthit edhe të panikut si pasojë e një situate që ka shkaktu mlef mrena. Kom pa çrregullime më të mëdha të ankthit. Do të thonë, janë shumë të shfaqura simptomat mrena në trup, vështirësitë janë shumë mëdha, personi nuk gjen rati, do të thonë, ti thu gjëna sa keq që personi nuk po e sheh çfarë dëmi është i shkaktu vetës, emocionalisht, fizikisht, sepse kur se kish leju vetën me akumulu gjithat mlef. Do të thonë, mas shumë të emocionet, mas shumë të që na çrregullojnë janë zemrimi, mlefi, inati. Po garantash mundën me thonë, po s'është qash let me qetësu qatë nervoz, qash s'dja jem bo najherë nervoz, edhe unë nervozohem, por më kujtohet që duna me dasht vetën edhe thëmë pret lejat emocion negativ. Frymarja ndihmon në ato momente? Edhe frymarja është e kjo klishe që jemi të e një çdo ditë. Por qa e ka shirën e madhë, frymarja, nga në e mirë psikologën. Unë kisha mi thonë është frymarja e mirë, është alfa edhe omega e shëndetit tonë emocional. Kur jemi në stres, frymarja është e disorganizume. Marim frymë cekt. Me thëmë, apo merë frymë me jetu, a me mbi jetu. Me mbi jetu... Vesh mirë mekanike, të shku. Me jetu është kur ti mushësh frymë, si kur mi marë aromë diçkafi që është aroma jote e preferume. Kemi fillu edhe një temë tjetër me dajtë që shumë kisha pas qef këtë temën e menopauzës në një takim ton tjetër me bashkëbisedu me Antigonën, për ndryshe për me përmbyll krejt këto që e falem sot. A duhet të ndjemi faj pse ne largohemi nga persona toksik, pse largohemi nga një shoqe jo negativ